Gjoka, Ndeshja Daja, e Mourinho apo jo? Po, në ka qenë eliminatorët e Europa Ligës. Knajësia e madhe ishte, po ishte edhe i mërzitje njëkohësisht se mendoja që nëse do na binte Tottenhami, skuadra ishte në një moment shumë të mirë, edhe mund të arrinte ajo që gjithë Shkëndija e ka ëndër arritjen e grupeve. Por na doli Ka participim fazë. Na doli elefanti para dhe doli muja. Megjithatë, paraqitja e Shkëndijës në të ndeshje ka qenë por hir së vërtetës ishte ndeshje shumë e bukur. Ishte ndeshje sepse nuk është kollaj parazosh Tottenhamin, edhe disa minuta ishin minuta me të mund shumë të mira, sa që në fund ndeshjes kur me shaka po ngasmoni Mourinho thënë pse ne i fute këto lojtarë të mirë. Ju e kishit fajta që barazut ndeshjen. U detyroa. Po ta kishin minutës së 70 ca, bëri Soni gol, pastaj bëri Harry Kane golin e tretë që u mbyll ndeshja minutën e 91 ishte. Pra janë kujtime të bukura se në fund ditës këto na rrisin. Këto ndeshjet e Europës, ndeshjet jashtë vendit tënd janë ato që të rrisin eksperiencën. Edhe këto janë shumë të mira. Një fitore e cila nuk pritej në atë periudhë ka qenë edhe ajo ndaj Botoshanit, kam përshtypjen në Rumani. Po, ishte ndeshje shumë e fortë. Për vërtetë Botoshani kishte skuadër shumë më të mirë se ne. Ishte investuar që me idenë që këtu do shkojnë grupet e Europa Ligës. Ne në ato moment ishte momenti i pandemisë dhe ndeshjet u hidhin short. Ishte një ndeshje teke dhe u hidhin short. O do luajë në fushën tënde ose transfer. Në fushën kundërshtar. Dhe por më tepër që ne ishim transfer në Rumani dhe ato ishin shumë të sigurt, edhe media dhe të gjithë që Botoshani si vjet do ishte në grupet e Europa Ligës. Po bëmi ndeshje shumë të mirë. Por dhe grupi i Shkëndijës ishte një grup me shumë eksperiencë, sepse është shumë e rëndësishme eksperjenca në këto nivele.